Sot më 21 shtator shënohet dita ndërkombëtare e paqes, e cila është themeluar nga Kombet e Bashkuara. Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara e ka shpallur këtë datë si dedikim për forcimin e idealeve të paqes mes vendeve dhe popujve të botës. Ajo ka për qëllim të rrisë të dijen tek të gjitha segmentet të shoqërisë për të bashkëpunuar për zgjerimin e paqes në botë. Me këtë rast, në organizim të shkollës së mesme të gjimnazit dhe në bashkëpunim me Ambasadën Europiane për të drejtat e fëmijëve me gjashi, sot në Gostivar u realizuar një marsh protestues dedikuar kësaj dite, i cili filloi nga shkolla e mesme e gjimnazit duke vazhduar drejt qendrës. Arieta Emshiu, profesoreshe e filozofisë në gjimnazin e Gostivarit, tha se në këtë shkollë janë ndërmarrë një sër aktivitetesh që kanë për qëllim vetëdjesimin dhe sensibilizimin e shoqërisë për rëndësinë e sundimit të paqes në vend. Kjo ditë apo datë është e rëndësishme për një botë të civilizuar, andaj ne kemi ndërmarrë si shkollë kemi ndërmarrë disa aktivitete të rëndësishme, por arsye se besoj se me ndërmarrjen e këtyre aktiviteteve vjen deri tek vetëdijsimi dhe sensibilizimi i individit dhe shoqërisë në përgjithësi. Dhe mbi të gjitha me thënë e dim që paqja është në radhë të parë njerëzore dhe mendoj se shoqëria ka nevojë për më shumë bashkëpunim, për më shumë mirëkuptim, tolerancë, dashuri dhe drejtësi mes njerëzve. Me thënë paqja nuk kuptohet vetëm si ndonjë raport mes shtetesh, mirë po ajo para se gjitha zhburimin e ka dhe është një gjendje mendore e cila vjen nga qetësia e shpirtit. Dhe vetëm atëherë kur ignoranca është sunduesi ynë, mund të themi që më nuk ka vend për paqe. Mirela Ibrahimi, pedagoge në shkollën e mesme të gjimnazit, tha se iniciativa në fjalë është organizuar 2 javë më parë, ku profesorë dhe nxënës të etnive të ndryshme kanë përgatitur së bashku edhe parulla të paqes me të cilat marshuan sot nëpër qytet. Kjo iniciativë është organizuar prej 2 javë më parë dhe në mënyrë intenzive profesorët së bashku me nxënësit kanë punuar, në të cilën formë ato edhe kanë bashkëpunuar ndërmjet nxënës të gjithë etniciteteve të ndryshme, kështu që njëkohësisht janë arritur 2 qëllime, edhe ai nxitjes së kreativitetit edhe ai bashkëpunimit ndëretnik ndërmjet nxënësve. Ajtene Emini, nxënës e vitit të 4 në gjimnaz, tha se paqe nuk do të thotë vetëm të mos ketë luftë, por ajo është një luftë kundër varfërisë, dhunës, respektimi diversitetit dhe liri e shprehjes. Me rastin 21 shtatori, dita botërore të paqes, rikujtojmë se paqja nuk do të thotë vetëm të mos ketë luftë ose forma të tjera që ndërlidhen me të. Paqja është edhe lufta kundër varfërisë, lidhja aktive me të kaluarën të tashmen dhe të ardhmen. Paqja është respektimi dhe gëzimi se ekziston në liria, ne jemi të ndryshëm dhe të gjithë së bashku ne bëjmë forcën. Ndërkaq Ana Bitoriana, punëtore e paqes në Ambasadën Europiane me gjashi, tha se në ditën ndërkombëtare të paqes hedhim theksin mbi atë se çka do të thotë të jetohet në paqe. Në pyetjen se sa në Maqedoni popullata jeton në paqe, ajo tha se aktualisht mund të flasim për një paqe të imponuar e cila ka vetëm mungesë lufte. Në shumë aspekte po jetojmë një jetë paralele, si ndëretnike ashtu edhe në aspekt të financave apo kualitetit të jetesës, në raport mes gjeneratave dhe në raportet fshat-qytet. Këtu ka edhe shumë punë për të bërë me qëllim që fatin ton të mos e lëmë në duart e dikujt tjetër. Ndryshimi me këtë rast duhet të fillojë nga individi deri tek shoqëria, me arsyen se kjo si jetë nuk është mjaftueshëm e mirë dhe nga ky nivel të shikojmë se çka në të vërtetë duam, tha mes tjerash Ana Bitoliana.